Tashmë jemi në sezonin veror dhe fermierët kanë mbjellë tokat e tyre me kultura të ndryshme bujqësore, si perime dhe foragjere për blegtorinë. Temperaturat e larta të kësaj periudhe kërkojnë vaditje të vazhdueshme të parcelave bujqësore për të siguruar një prodhim sa më të mirë. Për këtë arsye, Bashkia Kuçov në bashkëpunim me Drejtorinë e Bujqësisë pranë kësaj bashkie, prej disa muajsh ka ndërmarrë dhe po vijon punën për pastrimin e kanaleve vaditëse dhe kulluese. Aktualisht, puna ndodhet drejt përfundimit, duke krijuar kushtet e nevojshme për furnizim me ujë të tokave bujqësore gjatë muajve të verës. Tokat bujqësore të zonës furnizohen me ujë edhe nga dy rezervuar, të cilët grumbullojnë ujërat gjatë sezonit të dimrit. Gjatë periudhës së verës, portat e këtyre rezervuarve hapen sipas nevojave të fermerëve për të garantuar vaditjen e parcelave të mbjella. Për të mësuar më shumë mbi situatën dhe masat e marra për sezonin e vaditjes, mikrofoni i televizionit Apollon u drejtua drejtorit të bujqësisë pranë Bashkisë Kuçov, zotit Nasmi Suli, i cili foli mbi punën e kryer dhe angazhimin për të ardhur në ndihmë fermerëve të kësaj bashkie. Për sa i përket Bashkisë Kuçov në lidhje me fermerët, që tani fillon edhe sezoni i vaditjes, Bashkia Kuçov ka marrë të gjitha masat e domosdoshme për rehabilitimin e kanaleve ujitse, për të qenë të gatshëm për vaditje sipas kërkesave që kanë vetë fermerët në këtë bashki. Ne kryesisht kemi në të gjithë bashkinë 3 skema ujitës. Skema e lumit Osum, me burimin nga diga e lumit Osum, me burimin e ujit. Kemi dhe 2 rezervur që i kemi për vaditje, rezervuri i Gorajt dhe rezervuri i Gegës. Gjithsej që shërbejnë për vaditje janë 32 km kanal ujitës. Dhe jemi në hapat e fundit, në kilometrat e fundit kanaleve për t'i patur të gatshëm për ujitjen e fermerëve. Po vazhdojmë me kanalin e Gorajt dhe për 2-3 ditë ne përfundoj komplet skemat ujitëse për vaditjen e tokave të fermerëve, sipas kërkesave që ata do të kenë, mbas kulturave që kanë mbjellë. Ju jeni agronom në profesion. Si e shikoni prodhimet bujqësore pikërisht në Bashkinë e Kuçovës ndaj fermerëve? Ky vit paraqitet i mbar në të gjitha prodhimet. Kryesisht për sa i përket vaditjes, kërkojnë kultura e misrit, kultura e në përgjithësi perimet dhe kultura të tjera si jonxha, të tjera bien foragjere, të cilat shërbejnë për blegtorinë. Por në bazë të mbjelljes që kanë bërë vetë fermerët si vjetë, paraqitet shumë të mbara.